Lidhja Demokratike e Kosovës është partia e vetme shqiptare e cila është ftuar nga kreu i lëvizjes vetëvendosje që të takohet duke i hapur mundësinë bashkëpunimit për formimin e qeverisë së re. Një takim të tillë ka refuzuar kryetari i LDK-s, Lumir Abdixhiku, duke ia vështirësuar Albin Kurtit mundësinë për formimin e qeverisë së re. 2 ditë pas refuzimit të takimit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi u nënshkrua si deputet, ka thënë se Kushtetuta e Kosovës mundson që secila parti e cila dëshmon para presidentes Vjosa Osmani se mund ta bëjë shumicën në kuvend, do të mund ta formojë qeverinë e re të Kosovës. Pas regjistrimit si deputet në legjislaturën e 9, Abdixhiku u pyet nga gazetarët nëse LDK-ja, që ka dalë treta në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit dhe ka fituar 20 ulse në kuvend, ka parafruar qëndrimet me partitë e tjera për formimin e institucioneve të reja. Ai tha se nuk jemi në atë fazë, duke shtuar se LDK-ja nuk ka ndryshuar qëndrimet e saj sa i përket formimit të qeverisë së Kosovës, duke kërkuar postin e kryeministrit. Kreu i LDK-s u pyet nëse partia e tij do të votojë për kryetarin e kuvendit, i cili duhet të propozohet nga vetëvendosja e Kurtit, por ai tha se cilido person që nuk i ka 61 votat për të zgjedhur kryetar, nuk duhet të jetë kryetari i kuvendit të Kosovës. Për këto tema, njohësi çështjeve politike në vend, Korab Blakaj, thotë se situata politike në Kosovë është një lojë ndërlikuar nervash. Sipas tij, thirrja e Kurtit për takim me Abdixhikun, edhe pse u refuzua, është një sinjal i qartë se vetëvendosja po e teston terrenin për opsione të reja politike. Situata aktuale politike në Kosovë është një lojë ndërlikuar nervash, numrash dhe narrativash, ku realiteti në terren shpesh nuk përputhet me deklaratat publike, po e ndjekim me vëmendje këtë situatë pas zgjedhjeve, shpreh ai. Apo e çon VV ka bashkëqeverisjes me LDK-n? Sinjalet dhe realiteti pas thirrjes së Kurtit. Deklarata e deputetëve të lëvizjes vetëvendosjes se kanë ende numrat për ta mbajtur qeverinë dhe kontrollin e kuvendit, duhet parë më shumë si strategji për ruajtje të legitimitetit politik, sesa si pasqyrimi i një realiteti të qëndrueshëm aritmetik. Thirrja e Kurtit për takim me kryetarin e LDK-s, Lumir Abdixhiku, edhe pse u refuzua, është një sinjal i qartë se vetëvendosja po e teston terrenin për opsione të reja politike, përfshirë edhe bashkëqeverisjen. Vetëvendosja është në kërkim të stabilitetit afatgjat institucional, sepse vetëm me një qeveri të qëndrueshme mund të përballet me presione ndërkombëtare, siç është asociacioni dhe tensionet e sigurisë me Serbinë. Mungesa e një shumice të sigurt në kuvend për votimin e ligjeve të rëndësishme, për shembull buxheti, reforma zgjedhore ose ligje për siguri, e bën bashkëpunimin të domosdoshëm. Zgjedhjet e parakohshme nuk janë të garantuara për askënd, prandaj është më logjike të kërkohen aleanca të brendshme sesa të shkohet në një aventurë zgjedhore të pasigurt, shprehet Blakaj. Ai e sheh refuzimin e Abdixhikut si pjesë e taktikës politike, gjithsesi thon se ka 2 skenar të mundshëm për një qeveri të re. Edhe pse Abdixhiku e refuzoi ftesën, refuzimi nuk duhet parë si fundi i bisedës, por si pjesë e taktikës politike. LDK, si çdo parti opozitare në rritje, nuk ka interes të shihet si mbështetëse e një qeverie në vështirësi, por në të njëjtën kohë nuk përjashton mundësinë e hyrjes në një koalicion nëse i garantohet rol vendimarrës dhe influencë reale. Ka 2 skenar të mundshëm për një qeveri stabile në këtë fazë. Skenari i parë është për riformatimin e koalicionit aktual me aleat të rinj. VV mbështetet nga minoritetet dhe ndonjë pjesë e nismës apo deputet të pavarur. Në këtë rast kemi një qeveri të brisht që vazhdon mandatin, por e cënueshme ndaj krizave të brendshme. Skenari i dytë është koalicioni i gjerë me LDK-n për një agjendë të përbashkët. Mund të krijohet një marrëveshje e qartë për prioritete si reforma zgjedhore, siguria, integrimi evropian. LDK merr poste kyçe dhe balancë reale në qeverisje, jo thjesht si dekor. Ky i dyti do të ishte skenari më stabil për vendin, sidomos në rrethana të brishta ndërkombëtare dhe me sfida serioze në horizont, thekson ai. Sipas Blakajt, nëse LDK vendos të mos hyjë në qeveri, duhet të ofrojë një alternativë të besueshme për të drejtuar vendin pas zgjedhjeve të mundshme. Stabiliteti real i qeverisë së re kërkon qartësi politike, kush janë partnerët dhe për çfarë janë bashkuar, jo vetëm për të mos shkuar në zgjedhje. Programi i përbashkët të qeverisës, që përfshin fusha të qarta si drejtësia, siguria dhe zhvillimi ekonomik, përfshirje të pakicave pa ndikimin e Beogradit për të shmangur blokadat si ajo që po përjetohet tani. LDK po testohet nëse do të jetë faktori i stabilitetit apo i kalkulimeve për pushtetin. Nëse LDK zgjedh të mos hyjë në qeveri, duhet të ofrojë një alternativë të besueshme për ta drejtuar vendin pas zgjedhjeve të mundshme. Nëse vendos të hyjë në bashkëqeverisje, duhet të kërkojë rol të barabartë dhe garanci për partneritet afatgjat. Për VV është koha për më pak retorik dhe më shumë maturi politike, sepse ndërtimi i një shumice është më i vështirë se sa fitoria në zgjedhje, përfundon Blakaj.